Këto raportet që i kemi lexuar, po do të ishte më mirë sikur me dëgju në muhabet nga juve kështu, si shkencëtar. Si e shikoni këtë punën e të ardhmes të bujqësisë kështu, ha? Ndonjë gjë jashtë këtyre ideve, se mirë këtu kemi këtë të eksperiencës përparuar kështu po. Edhe do të themi në fjalë për këto po. Për shembull, Hysen, këtë mundësit e Misrit tek ne, cilat, jo, po i ashtu se mos kanë edhe pyetje dhe shokët, po, për shembull, mundësit e Misrit tek ne, në kuptimin i qik, jo në sipërfaqe të kufizume, se me sipërfaqe të kufizume, ja e shikojmë neve, mori deri në 300 i serveti. Po në sipërfaqe i qik më të mëdhaja, si që patë edhe juve në Greqi, se nuk e di si në vjetë është parashikuar, thonë 30.000, po 30.000 parcela janë, apo 30.000 sipërfaqe të mëdha? Hektar. Jo, e di, po në parcela, apo është në sipërfaqe të mëdha? Do më thënë, a fillon të zëmë, tërë fusha e Shkodrës, gjithë fusha e Krujës, gjithë fusha e Lushnjës, gjithë fusha e Sarandës, apo një mozaik, një këtu, një atje dhe i ka zgjedhë Ministria e Bujqësisë, edhe i del 30, edhe ka bërë punë ashtu. Jo, kryesisht masive janë, masive. Pra ne, jo, nga kjo pikpamje them, qa mundësish ka Misri edhe si e shikon edhe ti këtë qeshtje? Neve sot mbjellim, sa mbjellim, rreth 73.000. Do më thënë, si do të na levërtistin këtë drejtim? Këte kam këshu, për shembull, ose po them vetëm për të provoku këta shokët, që kam këshu për në bisedë t'il. Eksportin, do më thënë, se ne për këte punë e bëm, apo jo? Do më thënë, u justifikuaja, apo jo? Qëta ardhura kemi nga duhani? Flasë në kuptimin jo vetëm, se këtu i keni thënë ju qëtë ardhura ka patur brënda. Po në eksport, se në për eksport e pëmë kryesisht. Edhe nga kjo pikpamje, a duhet të zgjatim shumë këtë shtim të sipërfaqes? Apo mos ka levërdit, është i ty s'ti intereson, se ti e duhanxhi. Po për shembull ta kaloç atë sipërfaqen lule dielli për vaj? Ose për këta shokët e Krujës, Fadilin, jo, kisha këte Fadil, a është përcaktu qartë për shembull kjo struktura optimale e ushqimit blegtorisë? Kam parasysh edhe kulturat e ndryshme, edhe rendimentet e tyre, në tërsi. Tash i kur them Fadilit, nuk do thot që s'flet dhe Hyseni, në që ose i intereson kjo temë. Ose qëfar humbim, edhe qëfar fitojmë, duke zgjatur kohën e foragjerëve dhe duke vonuar mbjelljen e Misrit, këtu të preka dhe ty, Hysen. Do më thënë, a janë bën këto llogari? Se fshatari, duke filluar që nga ministri i bujqësisë dhe zëvendësi i tij, kupton, nxisin që merrni dhe një dorë, edhe një kos, pastaj mbillni. Dhe pastaj del Hysen Laçi dhe shkruan në gazetë, o burra se jemi shumë vonë, të mboll vonë. Po mbillet vonë me urdhër. Tash janë bërë këto llogari, ç'a fitojmë? E ç'a humbim? Po unë besoj do ta thotë vetë Hyseni atë, çfarë humbim e çfarë fitojmë? Sikur kashtën e Misrit ta lësh për ple. Unë këto pyetje kisha kështu për muhabet pak jashtë kësaj atë përvojës. Edhe perspektivën e sojës në që nga thoshtë shoku Fadil, si e me Fadili, po.
E po ja, aty hynë në atë të strukturës të ushqimit blegtarisë, aty e kam. Përgjithsisht, jo vetëm aty. A jeni dakord ta bëjmë kështu bisedën, ha? Si thoni? Që të përfitojmë edhe i pak edhe neve nga ju, kupton se. Tashti, ha? Po, te e kanë merak vetët ose. Kishe në pyetje ti mjallaq? Ha? Sepse vendet në pellgun e Mesdheu, ku kushtet klimatiko-toksore janë të favorshme për këtë bim. Sigurisht ne mund të kena vështirësi më të mëdha se sa mund të kenë edhe shtetet fqinj në kuptimin se nëse jena një shtet relativisht i vogël, por kemi kushte klimatike dhe toksore nga më të ndryshmet. Edhe mbjellim misrin që nga urësirat bregdetare dhe del në lartësinë 1000-1100 metrë mbi nivelin e detit. Sigurisht, sa ma lartë që të mbjellet misri, aq më e vështirë është të marrësh çike rendimente të larta krahasimisht me zonën e ulët, por jo e pamundur. Këtë tregon fakti edhe vetë përvoja e mjaft brigadave që kemi edhe në këtë zonë. Tani unë them ka rëndësi baza nisjes. A na duhet dhe sa na duhet ky misër, edhe në sasi na duhet. Kjo do të jetë kryesorja. Në qoftë se ne do të nisemi nga kjo bazë, atëherën duhet ta përputhim, domethënë këtë sasi me rendimentet që do të arrijmë edhe ku do t'i marrim. Edhe çfarë do të investojmë. Se edhe teknologjia që zbatohet jashtë, edhe që ne nuk vujmë nga kjo, as ekonomit, as specialistët, bilion, tani do të thosh një që ka një ndryshim me një të kaluar, domethënë, para 5 vjetëve ose 10 vjetëve në që aspekt, në që ose një specialisti do t'i thonja, me merë 80-90 i që në këndal misër, po t'ja pësa të dushën, dhe që plera, dhe që mekanikë, dhe që ashtu, nuk do t'u prononcote, do t'kishte shumë frikë. Tani, në shumë ekonomi, edhe rrethe në dhe kundërta. Mjep t'i baj ato. Tani na kemi vështërsin, nuk ka dyshim, por bima shpesh nuk dënë me ditë për këtë vështërsi, se na jepet edhe jo bazë materiale shpesh, por na jepet me vonesë, me shumë pak efektivitet. Këto tani mendojnë që duhet me bëj një punë pak më të diferencuar me mundu me përputh më mirë. Po ta përputhim të më mirë, sigurisht edhe rezultatet do t'jenë nga më të ndryshmet. Domethënë do t'jenë në rritje. Prandaj, të nis nga koncepti i parë, unë them që duhet decidu se ku do mjellet. Edhe sigurisht, edhe përvoja aty në jashtë, tregon që ai ka ma lëvërdit të mjellet në toka, s'diskutohet të ujqme, se pa ujë misri nuk bëhet. Edhe mundësisht me ujitje të garantuar, edhe që kena mundësi me marë rendimente që janë garantu me rendimente të larta. Në këtë aspekt, misri ka efektivitet. Sa hektar misër përdorim ne për ushqim të njerëzve, nga sasia që mbjellim? Dhe, a mundet atë sasi të mbjellim më mirë grur, kështu që njerëzit të hajnë buk gruri, dhe misërin të destinojnë të tërë për blegtorin dhe për industrin? Që do të sillte kjo në strukturën e bujqësisë tonë? Tani ndoshta me përgjigj shpejt kësaj pyetje është pak e vështirë, po unë po mundohem të them diçka. Në qoftë se ne do të mbjellim grur në vend të misrit, edhe bëhet ajo punë, sigurisht do një studim, me pas sa fitojmë dhe sa humim. Po. Sa kjo bëhet se vetëm këtu duhet bërë studim për arsye se ne ndoshta mund të marrim edhe 50 kuntal grur në këto toka ku mbjellet misër, pa më mund të marrim edhe 80 kuntal misër. Po. Cila atëherë do të ishte më levërdishme. Sigurisht që domethënë kooperativistët, populli do hatin këtë rast bugronit.
por mase humbasim i qikën e drithë. Se ne nëse do të kishim drithë të mjaftueshëm, a do mendja që edhe mund të këmbej pak a shumë në ato nivele janë çmimet për jashtë. Do të thonë, po të prodhosh misër masë shumë shet misër edhe merr grur.